Në një vizitë në qytetin bregdetar të Himarës, Ali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, premtoi qytetarët se pas një fitore të mundshme në zgjedhjet e 11 majit, Partia Demokratike do të bëjë prioritet garantimin e paprekshmërisë së pronave dhe do të ndërmarrë masa për rikthimin dhe kompensimin e tyre, si dhe legalizimin e dokumenteve për qytetarët. Se qeveria e ardhshme, paprekshmërinë e pronës, rikthimin, kompensimin e saj, pajisjen tuaj me dokumenta, të gjitha legalizimet dhe çdo gjë që keni, do t'i ketë përparësi absolute. Kryetari i PD-s akuzoi qeverinë Rama për grabitje të pronave të qytetarëve. Edi Rama ka krijuar një agjenci në të cilën ka vendosur si pronë të gjithë territorin e shtetit shqiptar. Ka vendosur aty një zëdhënëse, një lubi tjetër, si lubi Ballukun. Po. Dhe ajo ka autoritetin të bëjë ç'të dojë me pronat e shqiptarëve. Në Himar, në Vlorë, në Lurë, në Berat, kudo në Shqipëri. Në fjalën e tij, Berisha gjithashtu ju drejtohet banorëve të lumit të Vlorës, të cilët janë kundër një projekti që sipas tyre do të ketë pasoja të dëmshme për furnizimin me ujë të disa fshatrave. Të qëndrojnë fort mbi pronësi që kanë tek uji, lumi i tyre, dhe garantoj se Partia Demokratike nuk do lejoj kur që ai ujë të merret përveç se atyre të merret atyre. Ish kryeministri gjithashtu e përdori këtë rast për të mbështetur Fredi Belerin, duke akuzuar se ai u arrestua pas refuzimit për të garuar në siglën e PS-s në zgjedhjet lokale të 2023-shit. Ju përpara ne pas partimit që të shporëm këtë hordhi dhe të shohim Sali Beri. Unë nuk mund të kaloja kurse si pa u nal në Borsh, pa u nal në këtë qendër të rëndësishme të njerëzve të punës, njerëzve adhetar, njerëzve të zot, të aftë. Në takimin me banorët e Borshit, Berisha theksoi se programi i PD-s do të garantojë zgjedhjen e problemit të pronës në 4 vitet e ardhshme dhe që çdo problem pronësor do të zgjidhet brenda kësaj periudhe. Problemet madhore me të cilat përballi sot, siç është problemi i pronës, një problem shumë serioz, do të jetë në krye të listë të përparësive tona për t'i dhënë përgjigje përfundimtare 4 vjeçarin që vjen. Ne do kthejmë pronën tek i Zoti, do kompensojmë pronën të Zotit me tokë ose me para. Në fund, Berisha përdori një metaforë për të kritikuar kryeministrin Edi Rama, duke krahasuar me një hajdut që bën për të qeshur dhe më pas të merr kuletën. Edi Rama ngjasora me atë hajdutin që vjen dhe të bën me qesh, ndërkohë të ka fut dorën të ka marrë kuletën. Absolutisht. Mos harroni se prapa çdo batutë të tij fshihet një akt vjedhje.